Kristina Gentile Mandala, gruaja që shkroi me shpirtin e kombit arbëresh. Një portret i plot i shkrimtares së parë shqiptare që mbrojti gjuhën, traditën dhe identitetin përmes penës. Kush ishte Kristina Gentile Mandala? Kristina Gentile Mandala, 1856-1919, është një figurë emblematike në historinë e letërsisë shqiptare dhe arbëreshe. E njohur si një nga gratë e para shqiptare që ka shkruar dhe publikuar vepra letrare, Mandala i përket një brezi të artë të intelektualëve arbëresh që punuan pa pushim për të ruajtur gjuhën, zakonet dhe shpirtin kombëtar të shqiptarëve të Italisë. Në një epokë kur gratë rrallëherë gjenin vend në jetën publike, Kristina u ngrit mbi kufizimet gjinore, duke lënë pas një trashëgimi të pasur letrare e kulturore që meriton të njihet dhe të vlerësohet më shumë. Fëmijëria dhe formimi intelektual. Kristina lindi në vitin 1856 në Piana degli Albanesi, hora e arbëreshëve, një nga vendbanimet më të mëdha arbëreshe në Sicili. E themeluar nga refugjatët shqiptarë që u larguan nga dhe u pas rënies së Skënderbeut dhe përhapjes së pushtimit osman. Kjo koloni e lashtë arbëreshe ishte një vatër e ruajtjes së identitetit kombëtar dhe kulturës shqiptare. Familja e saj ishte e njohur për angazhimin intelektual dhe shpirtin patriotik. Ajo studioi në Collegio di Maria, një shkollë për vajza ku edukimi përfshinte gjuhët, letërsinë dhe moralin e krishterë. Por ku Kristina përfitoi gjithashtu nga prania e një tradite të fortë letrare dhe e një përkushtimi për mbrojtjen e identitetit kulturor arbëresh. Shkrimtare e parë grua në gjuhën shqipe. Kristina Gentile Mandala është një nga të parat gra shqiptare që botoi vepra letrare në një formë të qëndrueshme. Ajo nuk ishte thjesht poete, por edhe mbledhëse e përrallave dhe traditave popullore, publiciste dhe aktiviste kulturore. Në vitin 1887, ajo botoi 2 përmbledhje poetike me titujt. Pugare, një vepër që trajtonte tema intime, shpirtërore dhe të natyrës së dashurisë së pastër. Fatmeni, një përmbledhje me theks më të fortë filozofik dhe patriotik. Përmes këtyre veprave, ajo artikuloi ndjenja të thella për jetën, kombin, gruan dhe shpirtin njerëzor. Gjuha që përdorte ishte ajo arbëreshe, e gjallë, e pasur dhe e ruajtur me fanatizëm nga komuniteti i saj. Vepra e Mandalës është ndër të rrallat dëshmi të shkruara nga një grua në këtë dialekt. Përmbledhëse e përrallave popullore. Kristina Mandala hyri në histori edhe si një nga gratë e para që mblodhi dhe dokumentoi përralla popullore arbëreshe, duke e ruajtur kështu një trashëgimi të pasur të folklorit që përndryshe mund të ishte zhdukur. Ajo e kuptoi herët rëndësinë e trashëgimisë gojore dhe nevojën për ta fiksuar atë me shkrim, për t'ua lënë brezave të ardhshëm një thesar kulturor të pazvendësueshëm. Në një epokë kur folklori konsiderohej ende si një shkencë e vogël, Mandala e ngriti atë në nivelin e kulturës së shkruar dhe e mbrojti me krenari. Ndikimi dhe bashkëpunime. Vepra e saj u ndikua nga 2 kolos të letrave arbëreshe dhe shqiptare. Girolamo Derrida, i cili është një nga figurat më të mëdha të rilindjes kombëtare shqiptare, një poet dhe mendimtar që përdori letërsinë si mjet për lirinë dhe vetdijen kombëtare. Demetrio Camarda, gjuhëtar dhe patriot që punoi për sistematizimin e shqipes dhe identitetit kombëtar shqiptar. Kristina kishte gjithashtu një lidhje të veçantë me kushëririn e saj, poeti Giuseppe Pesqir, të cilin e ndihmoi në hapat e parë të krijimtarisë. Ky bashkëpunim ishte simbol i një aleance të fuqishme familjare dhe intelektuale për kauzën e përbashkët kombëtare. Ajo bashkëpunoi ngushtësisht me revistat më të rëndësishme të kohës, si Flamuri i Arbërit, e themeluar nga Derrida, ku ajo publikoi shkrime që kishin ndikim të madh në komunitetin arbëresh. Arbëri i ri, që pasoi këtë revistë dhe shërbeu si tribun për shkrimtarët e rinj arbëresh. Një grua që sfidoi kohën. Në një shoqëri të dominuar nga burrat, ku zëri i gruas ishte i heshtur dhe i padukshëm, Kristina Gentile Mandala ngriti një zë të fuqishëm, të kthjellët dhe të guximshëm. Ajo nuk kërkoi leje për të shkruar. Ajo shkroi sepse ndjeu detyrën të dëshmoj, të ruaj dhe të mbrojë trashëgiminë e saj. Ajo është një pararendëse e denjë e gjithë grave që më pas do të vinin në letërsinë dhe kulturën shqiptare, nga Musine Kokalari tek Mimoza Ahmeti. Emri i saj duhet të përmendet me të njëjtin respekt dhe peshë si ai i burrave që u ngritën për çështjen kombëtare. Trashëgimia sot. Fatkeqësisht, vepra e Mandalës nuk ka marrë vëmendjen që meriton në Shqipëri. Ajo ka mbetur më shumë e njohur në qarqet arbëreshe dhe ndër studiuesit e folklorit dhe letërsisë së vjetër shqiptare.
por në kohët e fundit, figura e saj por i zbulohet dhe por i vlerësohet si një gur themeli në ndërtimin e vetdijes së gruas shqiptare në kulturë dhe shoqëri. Ajo është një simbol i qëndresës, i përkushtimit dhe i dashurisë për atë dheun, për gjuhën dhe për identitetin që për shumë kohë është përbuzur apo shpërfillur. Përfundim, një figurë për t'u kujtuar, një zë për t'u dëgjuar. Cristina Gentile Mandala nuk ishte vetëm një grua që shkroi. Ajo ishte një monument i gjallë i kulturës arbëreshe, një dëshmi e pakontestueshme se gratë kanë qenë gjithmonë pjesë e rilindjes sonë kombëtare, edhe pse shpeshherë janë lënë në hije. Nëse duam të ndërtojmë një kujtesë të drejtë dhe gjithëpërfshirëse të historisë shqiptare, emri i Cristina Gentile Mandala duhet të zërë vendin që i takon, në krah të më të mëdhenjve.